Çmimi i naftës ka rëndësishëm këto muajt e fundit në tregjet ndërkombëtare, një zhvillim ky që prek më së pari tre vende në raporte jo fort miqësore me Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Iranin dhe Venezuelën. Rënien e kuotimit të arit të zi me gati 20% rrethojnë spekulime të shumta, si fillim krizat ndaj të cilave çmimi i naftës ka ndjeshmëri të lartë, Rusia e cila është pjesë e konfliktit në Ukrainë, Iraku ku vazhdojnë luftimet me islamistët radikal të ISIS, Nigeria, vendi prekur nga Ebola. Sipas ekspertëve, Moskës i lipset një çmim për $100 për fuqi naftë për të mbajtur në ekuilibër buxhetin e vendit. Aktualisht ai është shumë më pak, $85. Buxheti i vendit është deficitare, po të merren parasysh edhe sanksionet e perëndimit dhe rritja ekonomike zero, situata paraqitet vërtet e rëndë. Disa zëra kanë nisur të heqin paralele me kohën e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, të cilës ju faturua pikërisht edhe fakti që çmimi i naftës mori aso kohë të tatpjetën. Sekretari i Këshillit Rus të Sigurisë Kombëtare deklaroi se para 3 dekadash SBA shkaktuan me qëllim rënien e çmimit të naftës për ta çuar Bashkimin Sovjetik drejt falimentimit. Një tjetër spekulim është se rënja e çmimit lidhet me marrëveshjet mes SBA dhe Arabisë Saudite. Deri tani kjo e fundit nuk ka shfaqur ndonjë tendencë për stabilizimin e çmimit të naftës përmes uljes së prodhimit. Përkundrazi, në muajin shtator ajo e rriti edhe më shumë prodhimin e naftës e në të njëjtën kohë kundërshtoi propozimin e Venezuelës për një takim të posaçëm të vendeve prodhuese të naftës OPEC, kështu që për këtë mbiprodhim nafte mbetet të diskutohet në nëntor. Vetë Arabia Saudite po ashtu ka probleme me një çmim të ulët të naftës, por ky vend ka krijuar rezerva të mëdha deri në $450 miliardë, të cilat i japin mjaftueshëm kohë në dispozicion për kapërcimin e krizave.